mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Fokusi është aftësia për të përqendruar në një detyrë apo qëllim pa u përqendruar. Në një botë të mbushur me informacione dhe ndërprerje të vazhdueshme, përmirësimi i fokusit është çelësi për të qenë më produktiv dhe për të arritur sukses. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Tani do t'ju tregojmë 7 hapa të thjeshtë që mund t'i ndjekësh për të përmirësuar përqendrimin tënd. Përcakto qëllime të qarta. Fokusimi fillon me një qëllim të qartë. Kur e di saktësisht se çfarë do të arrish, mendja jote ka më pak mundësi të humbas rrugën. Shkruaj qëllime ditore, javore apo mujore. Kjo të ndihmon të krijosh drejtim dhe qëndrueshmëri. Përdor teknikën Pomodoro. Teknika Pomodoro konsiston në punë për 25 minuta dhe pushim për 5 minuta. Pas 4 sesioneve, bëj një pushim më të gjatë prej 15 apo 30 minutash. Kjo metodë ndihmon në ruajtjen e fokusit dhe për të shmangur lodhjen mendore. Largosh përqendrimet. Identifiko dhe largo gjërat që të shpërqendrojnë, si telefoni, rrjetet sociale apo ambienti i zhurmshëm. Praktiko meditimin dhe frymëmarrjen e vetëdijshme. Vetëm 5 apo 10 minuta në ditë me meditim apo ushtrime frymëmarrjeje mund të përmirësojnë ndjeshëm aftësinë për të përqendruar. Këto praktika e qetësojnë mendjen dhe ndihmojnë në rritjen e vetdijes ndaj momentit aktual. Kujdesu për trupin tënd. Fokusimi nuk është vetëm çështje mendore. Një trup i shëndetshëm ndihmon një mendje të përqendruar. Fli mjaftueshëm, ushqehu shëndetshëm dhe bëj aktivitet fizik rregullisht. Trupi i lodhur ose i keq ushqyer e ka të vështirë të ruajë vëmendjen. Vendos përparësi. Jo çdo gjë është urgjente apo e rëndësishme. Mëso të dallosh çfarë ka më shumë vlerë për ty dhe përqendrohu në atë. Kur përqendrohesh në prioritetet kryesore, shmang shpërndarjen e energjisë në gjëra të parëndësishme. Bëj një analizë të përditshme. Në fund të ditës, merr disa minuta për të reflektuar. Vetë analiza të ndihmon të përmirësosh qasjen tënde çdo ditë dhe të ndërtosh zakone të forta për fokus afatgjatë. Fokusi është një aftësi që mund të zhvillohet me praktikë dhe durim. Duke zbatuar këto 7 hapa, do të ndjesh përmirësim të dukshëm në përqendrim, produktivitet dhe qetësinë mendore. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe koment.